Kjo është Radio Reporteri, transmeton online nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji, Universiteti i Tiranës. Ky është podcasti im i tretë. Gjithmonë me në fokus femra do të flasim sot për një temë tepër delikate. Sot në botë bëhen shumë përpjekje për të arritur të ashtu quajturën barazi gjinore. Duam që femrat kenë mundësi të barabarta me meshkujt, të paguar njësoj sa meshkujt për të njëjtën pozitë pune dhe të kenë të drejtat dhe lehtësi që kanë meshkujt kudo. Sigurisht që kjo kërkon solidarizim të vetë femrave, pra nëse duam të arrijmë diçka, ato duhet të bashkohen. Kështu janë femrat në raport me meshkujt, por si janë ato në raport me njëra tjetrën në të vërtetë. Në studio me mua sot është Dorina Çela, psikologe. Po, përshëndetje. Edhe Jacqueline Gjolla, gazetare. Përshëndetje. Dorina, a ndryshojnë marrëdhëniet mes femrash në ambiente pune në raport me rrethet të tjera që janë familja, shoqëria apo shkolla? Në fakt, vetë femrat le të themi priren që rivalitetin e tyre ta shfaqin hapur në çdo fushë të jetës dhe të mjedisit ku ato rrethohen ose bëjnë pjesë. Por për sa i përket pozicionit të punës, unë mendoj që sigurisht aty është më i fortë sepse në këtë pjesë ato le të themi duan të shpalosin sa më mirë aftësitë. Pra kemi një rivalitet ndërmjet aftësive që ato kanë me njëra tjetrën. Ky e bën atë ndryshimin e madh, le të themi, nëse në fusha të tjera të jetës apo në jetën e përditshme ato mund të jenë rivale për stilin e jetesës, aty flitet vetëm për aftësitë e tyre, që do të thotë nga një anë është edhe e mirë. Kjo sepse i nxit le të themi që ato të shpalosin anët e tyre më të mira për të arritur të zënë një pozicion më të mirë të punës. Kjo mund të kuptohet në rrethin shoqëror ose në shkollë, për sa i përket mësimeve apo së jetesës, po edhe në familje, brenda familjes ka xhelozi mes femrave? Sigurisht, edhe brenda familjes. Madje që aty le të themi se ne nuk se lindim me një predispozit rivaliteti, nuk mund ta themi këtë, por që në familje ne shikojmë hapat e para të le të themi dhe të distancimit që mund të bëjë njëri prind apo tjetri për shkak se një fëmijë mund të ketë sjellje të caktuara, që mund të jetë fëmijë më i qetë, më i urtë dhe kështu ai bëhet më i përqyeshëm nga prindrit, edhe le të themi që këtu fillon ajo distancimi dhe rivaliteti ndërmjet fëmijëve dhe më pas kalon në të gjitha fazat e tyre të jetës. Në shkollë dhe në përforcohet më shumë. Pastaj këtu nuk do ta quaja më shumë këtu bën pjesë ajo rivaliteti për të tërhequr vëmendjen, po që nuk Jacqueline, di si shkon me kolegët? Mirë. Do thosha që sigurisht në një ambient pune ku janë 4-5 vet, jo më shumë dhe jo më pak, do ketë keq kuptime ose mos kuptime ose neglizhenca nga ana e dikujt që pastaj dikujt do t'i hidhet faj, si më thën. Po përgjithsisht mirë. Ideja është që marrëdhënia ngelet brenda zyrës mes 4-5 ndërhyrjeve nga ana kolegëve. Dhe pastaj kur del jashtë, ose mban distancë, ose del për kafe. Por unë do thosha në fakt që nuk është se ka rëndësi nëse janë femra apo meshkuj kolegët. Sepse është gjithmonë e njëjta situatë. Domethënë, rivaliteti ashtu si sot, rivaliteti ashtu si ekziston mes dy femrave është dhe mes një femre dhe një mashkulli. Nuk është se bën një ndryshim në ambientin e punës. Po janë më tepër arsyet e keqkuptimeve apo hatërmbetjeve mes kolegësh? Shikon, ndonjëherë mund të jetë edhe vetëm një fjalë, siç ndodhet edhe në shoqëri. Ti mund të jesh duke pirë një kafe me shokët dhe shoqet, edhe një fjalë mund të të ngelet në mendje gjithkohës, ta keq interpretosh me mendjen tënde, edhe pastaj të bëhet shkak për një konflikt më të madh. Por në punë janë edhe, domethënë, në momentin që duhet mbajtur një emision i gjithi, sigurisht që ka konflikte, bëra unë më shumë, bëre ti më pak, pse bëre ti këtë, pse bëra unë atë. Konfliktet janë më tepër mes kolegëve tua apo mes teje dhe kryeredaktorit? Do thosha mes meje dhe kryeredaktorit. Kjo është Radio Reporteri, transmeton online nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji, Universiteti i Tiranës.